Mbi 200.000 shtetas shqiptar që jetojnë jashtë vendit janë regjistruar në platformën elektronike të regjistrimit që nga data 11 janar për të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Sipas shifrave të bërë publike nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, deri më tani 202.691 zgjedhës janë miratuar kërkesat për regjistrim, por sipas të dhënave të KQZ-s, 102.545 kërkesa janë refuzuar, ndërsa kanë mbetur ende pa ditë nga përfundimi i afatit të regjistrimit që është data 4 mars. Në total, janë bërë gjithsej 310.138 kërkesa për regjistrim nga diaspora dhe janë shqyrtuar 305.236 kërkesa dhe 4.850 janë ende në shqyrtim. Kërkesat për regjistrim janë nga vende të ndryshme të botës. Numrin më të lartë të kërkesave për regjistrim në zgjedhjet e 11 majit të miratuara deri më tani e mban Italia me 74.240 kërkesa, e ndjekur nga Greqia me 55.395 kërkesa, Gjermania me 21.689 kërkesa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 17.453 kërkesa dhe Britania e Madhe me 14.683 kërkesa. Sa i takon qarqeve, numri më i lartë i kërkesave për regjistrim të miratuara deri më tani është në qarkun e Tiranës me mbi 42.000 kërkesa, e ndjekur nga Fieri me mbi 26.000 kërkesa dhe nga Durrësi me 20.912 kërkesa.